Kthimi në fshatin e tij të lindjes dhe marrja me bujqësi e Blegtori ishte ëndër e kamotshme. 67 vjeçari Nazif Aliu, dikur profesor i gjuhës frënge, nuk lejoi që pensionimi dhe vitet mbi supe ta pengonin për të realizuar planet e tij. Gjendemi në komunën e Kamenicës në fshatin Vriçevs, ku do të flasim për profesorin Nazif Aliu, i cili u shërbeu 38 vite nxënësve dhe më pas pensionimit ai u përkushtua një angazhimi të ri, i cili ishte kujdesi për dele. Ishte viti 1984, kur për herë të parë doli para nxënësve me ditor në duar. Periudha si mësimdhënës janë padyshim vite të arta dhe kujtime të paharrueshme për ta. Jam Nazif Aliu, profesor i gjuhës dhe letërsisë frënge. Kam lind po në këtë fshatin Vriçevs, ndërkaq punën time si mësimdhënës i frëngjishtës e kam kryer pjesën ndërmuese, e kam kryer në gjimnazin Ismail Qemali të Kamenicës. Nga viti 2003 deri 2007, kur u bën reformat në arsim dhe nuk ishim mjaft orë në gjimnaz, kam qenë drejtor në shkollën mesme Tullet Kadri Zeka Desivojc me paralelën e ndara Poliçk dhe 4 paralele tjera të ndara. Gjitha momentet kanë qenë të mira sepse më thash paraprakisht që e kam dashur punën, e kam dashur arsimin, po megjithatë vitet e rinis si mësimdhënës me qenë normal që kanë qenë më të mira. Sepse kom fillu që nga mosha 22 vjeçare me punë. Por, profesori frëngjishtës, pensionimi nuk e priti zakonshëm. Praktisja fshatrave të Kamenicës bëri që detyrohej të dalë në pension të parakohshëm. Ka orë koha me u pensionu. Megjithëse realisht kam dalë 2 vite pension të parakohshëm, duke marrë parasysh që numri i orëve të frëngjishtës ra. Por edhe pse në pension, ai përsëri vendosi të mos dalej për të mirë me një angazhim të cilin e ndonte gjithmonë qysh në familje. Pas daljes në pension, që kam punuar 38 vite në arsim, si profesor i gjuhës dhe letërsisë frënge, ka heri kam dash delet, edhe kështu që nuk e kam gjetë vetën qytet, se kam pat arsysh me kalu kohën tër ditën në për kafeneje ku ta diun. Dita e tij nis që në orët e para të mëngjesit. 67 vjeçarin, lindja e diellit, e gjen duke u kujdesur për firmën dhe delet e tij. Zakonisht zgjohem në orën 7 mëngjesit. Po, E pi kafën, dal u bëj një vizitë në për 2 vendet shtallat që i kam delet, dhe pastaj kthehem do 1 orë 2, dhe pastaj dali ju qes ushqim drift dhe ua hapi derën dalë në fushë. sa dele keni gjithsej për afërsisht në Momentalisht me qingja janë dikon rreth 150 vjeçve. Kujdesi i madh duhet shumë, edhe në rand parë duhet vullnet, edhe angazhim. Po megjithatë unë ja dal që është më smiri sepse vullneti dhe dëshira i mund të gjitha. Derisa të janë të vëgjël, qingjat i ndajmë daraz. Nga delet i ushqim vete. Mirë po tash, bodi se ka shku, jemi në mesin e majit, i kam shumë fush, disa prej tyre dikon rreth 20-30 i kam shit. Kujdesi për firmën dhe delet, Axhës Nazif i dhurojnë shumë kënaqësi. Ai ka një dashuri të madhe për delet e tij, saqë nuk pranon t'i shes. Ndodh rrallë kur bëhet fjalë për ndonjë mik shpirti. Të drejtën kam shumë oferta për shitje mirë, po jo, nuk i kam me shit. Mendoj me qëndru këtu në këtë numër që janë. Megjithatë kur më vjen ndonjë mik shumë i mirë, nuk e kthej prapa 1 apo 2. Mesazh, çfarë të them, vetëm të punojnë, ta dojnë arsimin, të punojnë me vullnet, sepse mbi të gjitha arsimi është shtylla e shtetit.